Të fo, do të thonë, ti ulesh edhe e ki televizionin përpara edhe fillon me komentu. Let thove nuk është. Nuk është let as pak kur ta mendoj sonë tash me të thonë ty merr fol 90 minuta veç vet. Veç vet. Kur ta mendosh veç fol 90 minuta veç vet, është faktikisht duket shumë e vështirë. Duket thuj se e pamundur, ama besom që kalon koha shpejt. E kam vetëm një televizor përpara, sa i ki edhe ti në shtëpi, 50-55 inça. Ndonjë shënim që e marr, kuptohet, 3 deri 4 orë minimum. Tash varësisht edhe prej ndeshjes para asaj përgatitje. Tash fal Zotit kemi shumë më shumë mundësi se sa që kemi pas në fillim komentimeve tona. Një telefon ose eventualisht një tablet, një laptop përpara për qenë me informata online vazhdimisht nëse ndodh diçka dhe kaç është prej neve faktikisht. Ujë, do me thonë definitivisht pa e pi diku 1 litër ujë, do me thonë nuk ka shansan me një pjesë të futbollit nëse flasim. E tash ndoshta edhe mundëm me mundal puna kur kemi agjerim. Në agjerim na ka ndodhur shpesh, kemi komentuar ndoshta edhe ka 2 ndeshje me Denisin në kampionat evropian 2016. Ka ndodhur tjera herë që kam komentuar ndeshjet futbollit në agjerim, besom që nuk çon mendja. Nuk është lodhje krahasim me mështime komentu jashtë agjerimit dhe mos më dhon 1 litër ujë me pi brenda 45 minutave. Ndoket nuk mund me çu më shumë se 20-25 minuta. Nësa kur vje punat e agjerimi në Ramazan ose çysh do qoftë, është faktikisht Zoti që t'jep diçka, do me thonë asë që shkon mendja. Subhanallah, interesant.